Askush nuk është mbi kushtetutën, asnjë individ, asnjë parti politike dhe asnjë pushtet nuk mund të vendoset vetëm mbi ligjin. Kur cenohet rendi kushtetues, nuk është vetëm një parti që duhet të shqetësohet, nuk është çështje e një emri, e një partie apo një mandati. Është çështje e secilit prej nesh, sepse sot mund të preket njëri, nesër mund të preket tjetri, sot mund të cenohet një institucion, nesër mund të cenohet e drejta e secilit prej nesh. Ne nuk kërkojmë privilegje, kërkojmë respektim të rregullave të Republikës, kërkojmë atë që duhet të kërkoj çdo qytetar nga shteti vet, që rregullat të vlejnë njësoj për të gjithë, pavarësisht se kush është në pushtet dhe kush është në opozit. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në mbrojtje të rendit kushtetues, në mbrojtje të institucioneve dhe në mbrojtje të Republikës së Kosovës, jo për një parti, jo për një individ, po për secilin qytetar që beson në Kosovën që duhet të jetë shtet i së drejtës sot dhe nesër, sepse shteti nuk është pruna askujt. Shteti është i qytetarëve të Republikës së Kosovës, është i të gjithëve neve. Duke keqpërdor buxhetin, duke ngulfat zhvillimin e bizneseve, bizneset po mbyllen çdo ditë dhe mesazhin që po e përçon tek qytetari i thjesht është që ky vend po shkon çdo ditë duke u bë jeta më vështirë për të jetuar për shkak se një njeriu ju ka tek që të bllokoj institucionet në vend. Prandaj nga këtu thrasem edhe një herë. E ja merr përgjegjësinë për çka ti ke marrë besimin e qytetarëve duke dalë partia e parë. Por mos marrja përgjegjësive dhe tentimi për të bllokuar gjithçka në këtë vend është një mesazh i qartë që durimi po i vjen fundi dhe qytetarët po e përçojnë mesazhin kudo që po shkojmë që ne nuk mundemi dhe nuk duhet të jetojmë në një vend duke qenë në një depresion të thellë nga se jeta e qytetarëve në secilin institucion është bërë vërtet një klimë negative dhe askush prej tyre nuk është me vullnet sot në cilën do detyrë krejt për shkak të një individi siç është pra deputeti Kurti.